Ceriku është një qytet mjaft i vogël, i cili vit pas viti është duke u shkretuar fatkeqësisht për shkak të pamundësive që ofron ky qytet në raport me punësimin, në raport me nevojat që kanë qytetarët. Pra e vetmja mundësi këtu ku mund të punosh është Bashkia e Cerikut. Ata aq vende sa ka Bashkia e Cerikut janë disa individ që zakonisht janë ata më të zellshëm të partive politike, pastaj pjesa tjetër do duhet gjetë, sepse do duhet hajë, do duhet i përgjigjet fëmijëve, do duhet i përgjigjet aktualisht kohës ku ne jetojmë, çmimit të ushqimeve, pagesës dritave e tjerë. Kështu që janë detyruar të largohen. Për shembull, unë jam rritur në këtë lagje, në këtë rrugë, pra vite më parë, për rreth nga mosha 6 deri në 18 vjeç që kam qëndruar pra në Cerrik, dhe mund të them që vit pas viti këtu çdo gjë vjen duke u shkretuar. Pra asnjë nga ata të cilët unë jam rritur nuk e gjen më në këtë lagje. Çka do të thotë për situatën e vështirë në fakt ku ndodhet qyteti i Cerikut. Dhe patjetër qytetarët do duhet të kuptojnë se një herë në 4 vite, apo siç po i ndodh qytetit të Cerikut edhe në këto zgjedhje të pjesme, është e rëndësishme të votojnë, të marrin pjesë dhe të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar pa u ndikuar nga kërcënimet, pa u ndikuar nga shitblerja e votës, sepse po të bësh një lloj përpjestimi se sa lek pra i jep ai politikani, ai kandidati, individit, pra për t'i marrë votën, pra 365 ditë, pra edhe 4 vite përpjestim me atë 50.000 lekëshin apo 100.000 lekëshin, i bie një shumë qesharake, dhe nuk mendoj se një qytetar do duhet ta shes të ardhmen e tij 4 vite për një 50.000 lekësh apo 100.000 lekësh. Paktën kjo është thirrja ime, unë e respektoj të drejtën time për të votuar, prandaj kam udhëtuar nga Tirana ditën e sotme në Cerrik për të votuar e për të kthyer prapë në kryeqytet.